Cili është favori socialistëve, klasim gjithmonë funksion zgjedhjeve. Saliu. Sali Berisha është në favor të socialistëve, ka marrë fund, jo se voton për socialistët. Por i heq vota PD-s. Ata kanë në favor. Kjo është e vërteta e kësaj gjendje. Këtë e din edhe demokratët e iluminuar, po s'kanë që të bëjnë. Po Saliu vetë, rikot, asgjës do fitoj. Asgjës do fitoj sepse çështjen e tij penale e ka Spaku. Është në grata në Amerikë, por dëmton të djathtën dhe sidomos Partinë Demokratike. Avokat, ju me të drejtë e thatë këtë, në 11 zgjedhje parlamentare mbas rrëzimit të komunizmit, 7 i kanë fituar të majtët dhe 4 të djathtët. Çfarë do me thënie ka kjo për ju? Mirë, analitika e re që më erdhi mua para disa vjetëve, edhe që qëndron dhe sot, është se sipas studimit perëndimit, të analitikës perëndimore, shoqëria shqiptare është e majtë. Në fakt, është e majtë. Dhe kjo po rezulton e vërtet. Është e majtë. Kurse Partia Socialiste është partia më e fortë e majtë. Kanë dalë dhe 2 të tjera, por nuk kanë mundur ta sfumojnë ose ta dobësojnë. Po e djatha ç'do bëj? E djatën të thashë e dëmton Partinë Demokratike, e dëmton figura e Saliu që nuk ka vlerë më në personale, flas as në Perëndim, as në Shqipëri. Shohim, por ai e ka të pushtuar Partinë Demokratike dhe nuk kupton që asgjë nuk fiton, por vetëm prish punë PD-s. Si ka mundësi, avokat, që sa herë që dalin disa zëra kundër zotit Berisha në Partinë Demokratike, del një grup tjetër më i madh që i mbyt këto zëra, dhe kjo vazhdon përsëritet. Janë interesa, nuk janë logjik. Ata që thonë të vërtetën dhe bëjnë analizën, nuk kanë lidhje me kohën e mbrapsht të Partisë Demokratike, kurse këta janë ata fluksi që ka përfituar, që ka hyrë në korrupsione, ata janë. Ai është fluksi Saliut. Ai e ndërtoi, ai e pasuroi, dhe tani ecin duke shpenzuar paratë që kanë marrë. Por nuk kanë vota. Kjo është thëmbra e Akilit. Avokat, jeni dakord me... Nuk kanë vota. Po, jeni dakord me zotin Topi, i cili thotë që Partia Demokratike ka mbaruar misionin e saj dhe s'ka më çfarë jep në politikën shqiptare? Partitë e mëdha nuk e mbarojnë misionin asnjëherë. Dëgjoni t'ju them një gjë, që është e filozofisë politike. Po? Politika perëndimore, edhe kjo shqiptarja, se andej ka dalë, është bipolare. Gjithë partitë e tjera që dalin në kot. Është bipolare. E keni parë çfarë ka ndodhur në Shqipëri, del një parti, edhe e majtë, që është nuk fiton dot, se është bipolare, është dypolare. Po doja pësoja janë. Pyetja që bëj unë, nga ka dalë kjo në Angli, ka shikojnë në 2 janë në Angli, pastaj në gjithë perëndimin prap 2 janë. Ka bërë përjashtim Italia, po ka rënë në krizë. Edhe ajo do shkojë te karakteri bipolar. Është një majt, një djathtë, nuk diskutohet. Pse është krijuar një majt dhe një djathtë? Po? Të majtën e nxorën socialistët dhe komunistët, që dolën nga marksizmi dhe kaluan nga marksizmi në ekstremizmin
leninist dhe nga marksizmi në konceptin socialist. Kanë dalë nga Marx e ta gjithë. Pra, çështja është që lindi një fenomen universal në perëndim, në botën, në Europën perëndimore, në gjithë Europën, në funksion të fitimit paras dhe kapitalit, që ishte marksizmi. Dhe ajo doli si teori që analizoj kapitalin, ju e dini, vepra më e madhe e tij është kapitali e Marxit. Pra, dhe analiza e kapitalit është e saktë. Por këta e shfrytzuan dhe krijuan nocionin e shfrytëzimit. Mbi vlerën ai analizoi në funksion të tregut Marxi, ose dhe marksizmi klasik. Kurse komunizmi mbi vlerën e këtij vjedhje. Dhe me anë të kësaj kërkoi të krijonte një barazi të re për të mos u zgjatur. Dhe nuk e realizoi dot, dështoi. Dhe sot janë prap socialdemokratët edhe të djatët. Okej, avokat, dakord me këtë, po 4 mandate në opozit, çfarë sillin për Partinë Demokratike, se kjo është një dërmim i madh? Po kjo t'ja bëhet pse? Se është dërmuar. Unë ja u fash. Saliu. Mos të sigurisht. Ka ndodhur kjo në historinë politike. Po ata kanë qenë lider perëndimor, nuk kanë ardhur nga Anadolli. Nuk kishin ardhur nga Anadolli, ata e kuptonin dhe të rikeshin. Shpëtonin partinë. Ky tani është në një situatë të tillë se është në proces penal. Është në ngrata në Amerikë. Dhe gjithë shpresa tja i konvergon në një pikë. Cila është pika? Tjetë kryetari partisë dytë në Shqipëri, Partisë Demokratike. Po e realizon dot shpëtimin? Ajo është çështje gjyqi. Ai do shkojë në gjyq. Si e parashikoni ju? Nuk di, unë si kam parë provat, nuk di të flas pa prova. Të shikojmë, por ama kemi këtë analitik. Po? Në qoftë se merr pafajësinë, natyrisht që krijon një vlerë të fortë majtas. Në qoftë se fajsohet dhe dënohet, ikën nga politika. Kjo është plus minusi. Të shohim si do dali. Po në kambin tjetër, 4 mandate, avokat, ky super pushtet dhe me 83 mandate, çfarë do me thënie ka për ju? Si e parashikoni ju që do ta menaxhojë Edi Rama Partinë Socialiste në 4 vitet e ardhshme? Ashtu se kurse e ka menaxhuar në 12 vjet. Atë kanë ata. Kryetari i Partisë Socialiste, edhe në qoftë se ka qenë i djathtë si Rama, se Rama e ka filluar karrierën nga arti, ishte i djathtë, po fute në gravitacionin e socialistëve, po? Atje je brenda natyrës tyre, nuk del dot. Rama i është nënshtruar, ka karizmën e tij në politikë, po tani ka krijuar fluksin e tij. Se nuk është gjë e thjeshtë. Tani ka marrë fluksin e tij në elitën zgjedhore të Partisë Socialiste. Nuk pyet, ka kongresin, ka edhe këtë plenumin që i thoshin komunistët. Të lutem, i ka të dyja. Atëherë çfarë? Nuk i ka marrë me dhunë, i ka marrë me aftësi, të jemi realist. Por e ka pyetja që bëhet është kjo, e ka iluminuar më tej Partinë Socialiste apo e ka lënë në vend siç ka qenë? Për mendimin tim, e ka lënë në vend siç ka qenë. Por ajo duke mbetur në vend siç ka qenë, është prapë fituese. Pse? Është ajo që u thash pak më parë.
nuk ka të djathtë. Dhe janë të themije. Po? Ishte nonsens, a logjik, që një komunist ekstremist të drejtonte të djathtën liberale në Shqipëri. Kjo i ndodhi Shqipërisë. Saliu. Dhe shiko si e vuan, gjithë krizën e djathtës e krijon ai. Le të thonë ata që patos fitojmë, patos bëjmë, janë o të trembur o të blerë. O të trembur o të blerë. Po. Po ka dhe frikën atje, shumica është me frikë atje. Jo me frikë ligjore. O me heqë privilegjin pra. Ata nuk vindon pushtet. Edhe Saliu e di që nuk vjen pushtet, po ai e shpreu në një vend. Nuk më duhet mua fare partia, tha, kam interesin tim. Cili është interesi ti? Ajo që ju thashëm, që analizohëm pak më parë. Ka ato 2 pikat ardente, 2 pikat në zeta, që kërkon të eliminoj duke qenë kryetari i opozitës. Po kur Mirë, thot... po, pikat e nxehta të ti janë në SPAK. E dini ju, zoti gazetar, se kush e drejton SPAK-un? Nuk e drejton shqiptarët. Amerikanë. I shkojnë atje. Atje i keni ekspertët, i shikojnë, edhe pagesën ata e bëjnë. është shtrenjtë, ka rogatarë ata. Edhe prokurorët edhe gjyqtarët. Shumë e vërtetë. Ata na i kanë marrë për sipër të na ndërtojnë pushtetin gjyqësor dhe kanë bërë pak. Ti e ke parë, janë gjithë ata në akuzë me kryeministra, me ministra, me kryetar bashkish, me deputet. Pra, ka filluar pastrimi i korrupsionit. Po më lejon t'ju themi gjë që korrupsioni mund të shkatronte Shqipërinë. Këtë pa perëndimi. Edhe politika amerikane që ndërhyri me forcë. Se nuk u interesonte të shpërbëj Shqipëria në një kohë që ishin 2 shtete shqiptare. Se ne mund të shpërbëheshim? Dhe shtetin e 2 shqiptar, domethënë Kosovën, ata e nxorën. Po patjetër. Atëherë pyetja bëhet, pse janë kaq të interesuar për këtë pikë ose këtë rrafsh historik, gjeografik? Sepse konflikti me Rusinë, në konflikti me Rusinë, Po? Amerika ka domosdoshmëri botën shqiptare në Ballkanin Perëndimor. Sa e mori të gjithën, shikoni me vëmendje, kur e mori të gjithë botën shqiptare në Ballkanin Perëndimor, të 2 shtetet, dhe për kërkon të merrte edhe Çamërinë, se ka marrë dhe gjysmën e Maqedonisë Veriut. Po? Pra, kur ata e panë që ky po e merrte botën shqiptare në Ballkanin Perëndimor, u troq. E keni parë që u troq politika ruse? Është në më në tërheqje. Pa, kundër nesh. 4 shtete me shqiptar, domethënë. Urdhë? 4 shtete me shqiptar. Nuk dëgjova. Shqiptarët në 4 shtete, domethënë jeni duke thënë. Po, në shqiptarët janë në 4 shtete. E din ata ato që? Po, a do t'i marrin të 4? 2 i kanë. 2 i kanë. Gjithë pikpyetja është, ja t'ju them. E mbani mend që shkoi Rama foli për Çamërinë? Po? Para një viti, një vit e gjysmë? Po, me diasporë. Se partia e çoi, interesi Partisë Socialiste ishte, Washingtoni e çoi diskutorin. Pse? Sepse historia ka një rregull të brendshëm për territoret që janë shkëputur nga shteti ham dhe që e kanë ruajtur gjuhën dhe nuk janë asimiluar. Ne të gjithë kufitarët tanë nuk i asimiluan dot slavët. Slavët asimiluan vetëm, domethënë serbët asimiluan vetëm katolikët shqiptarë që kanë brenda në Serbi. Që e kishin brenda territorit. 35% të serbëve janë ish katolik shqiptar, ta dini. Ata 35%. Më thanë, një minutë, më thanë priftrin e mdhej që i kisha miq. Por e si u kaluan ata, i thashte, feja tjetër, se kaluan nga kristianizmi, nga katolicizmi në
Ortodoks. Dhe si thoshin, hama se me kryq që me kryq ina. Po se mos ishin të shkolluar. Ti që shqiptarët kanë qenë populli më i goditur në funksion të shkollës.